Bregdeti shqiptar në rrezik, prestigjozja italiane ngre alarmin si kombinimi i ngrohjes globale dhe urbanizimit po shkatërron natyrën. Bregdeti shqiptar po përjeton një krizë mjedisore të rëndë që kërcënon natyrën dhe ekonominë e vendit. Nga Velipoja, ku forca e valve po shndron në hi një pyll me pisha shekullor, deri në Golem, ku urbanizimi i pakontrolluar po përjeton Erozionin, pasojat e ndryshimeve klimatike janë gjithmonë më të dukshme, shkruan La Repubblica. NASA, rritja e nivelit të detit dhe pasojat për Shqipërinë. Në një raport të fundit, NASA ka njoftuar se niveli mesatari i detit në planetin Tokë është rritur me 10 cm gjatë 30 viteve të fundit, duke patur ndikim të drejtë për drejtë në Bregdetin shqiptar. Gjatë kësaj periudhe, Shqipëria ka parë një rritje të ndjeshme të turizmit, me numrin e vizitorëve që kaloi nga 5.9 milion në vitin 2018 në mbi 10 milion në vitin 2023. Por përhapja e hoteleve, restoranteve dhe bareve në plazhe po shkakton dëme të mëdha në ekosistemet natyrore. Sipas Besiana Shehut, një specialiste planifikimit urban, nga 273 kilometra bregdetare, 154 kilometra janë të prekura nga erozioni. Në Velipoj, një nga zonat më të prekura, deti përparon me më shumë se 5 metra çdo vit, duke përmbytur pyllin me pisha dhe duke kërcënuar ekosistemin e tij të brisht. Pishat që dikur ishin mbrojtëse të natyrës tani janë të mbuluara nga rëra dhe po shuhen për shkak të erozionit. Zhdukja e ishullit Franz Josef dhe përkeqësimi i erozionit. Një tjetër dëshmi e tragjedisë ekologjike është zhdukja e ishullit Franz Josef, i cili ishte gëlltitur nga deti që nga viti 2012. Ky ishull, i cili ishte një stren natyrore për zogjt dhe një destinacion i njohur turistik, është bërë një viktimë e rritjes së niveleve të ujit dhe ndërtimit të digave dhe hidrocentraleve në rajon, siç theksoi profesor Ervis Krymi. Po ashtu edhe banorët e Kunes në jug të vendit janë të shqetësuar për fenomenet e stuhive që po përjetojnë vit pas viti. Sipas ekspertëve, kjo është pasojë e ndryshimeve klimatike që po bëjnë detin gjithmonë më agresiv dhe duke përparuar me ritëm të shpejtë drejt tokës. Pasojat për ekonominë dhe turizmin, ndërprej aktivitetit në plazh në Golem, një nga destinacionet më të njohura turistike, pronarët e bizneseve janë të shqetësuar për rënien e vizë bregdetare, e cila ka humbur rreth 70 metra gjatë 16 viteve të fundit, ndërsa autoritetet shqiptare paralajmërojnë se deri në vitin 2030 rreth 32% e sipërfaqes së habitateve bregdetare do të preken nga përmbytjet e erozioni. Ky fenomen po kërcënon jo vetëm natyrën, por edhe ekonominë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Shqetësimi i banorëve dhe nevoja për veprim të menjëhershëm. Autoritetet lokale dhe ekspertët e mjedisit po kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar shkatërimin e mëtejshëm të bregdetit shqiptar. Veprimi i shpejtë është i domosdoshëm për të ruajtur ekosistemet natyrore dhe për të mbrojtur turizmin, që mbetet një nga burimet më të rëndësishme të ardhurave për Shqipërinë.